Përndryshe, nëse nuk ka marrëveshje të tilla, atëherë nuk e bëjmë kvorumin. Që kjo është marrëveshja edhe qëndrimi që ne kemi marrë në kryesi të PDK-s. Në tribina, edhe më që është përgjegjësia jona pse politika në çfarë nivel çfarë kena. Unë mas pari falenderoj për gatishmërinë qytetare si nënkryetari i PDK-s një herë të marrë me fol këtë situatë. Ty ditë që udhëheqës një universitet më të mëdha me këtë problematika me fol për çështjet e mëdha mallore, çështja e presidentit edhe rrezikut për zgjedhje. Zoti Tota. Unë të falenderoj ty për mundësinë që më jep. Unë të falenderoj ty për guximin qytetar dhe gatishmërinë më madhe. Zoti Tota. Nëse PDK nuk ka kandidat, a keni mja bo kvorumin shumicës vëvës, kanë metë dhe 30 së dështë i dyti, 3, 4, 5, mas nesër në ora 12 natës, automatikisht shkojnë anë nxjerrje të jashtëzakonshme. PDK nuk është që s'ka kandidat, po PDK kërkon një marrëveshje edhe PDK kërkon që të pranohet oferta jonë, që PDK-ja të propozon jo kandidatin, po të propozon presidentin e ardhshëm. Në momentin kur ajo marrëveshje arrihet, na do të kemi kandidat, por nuk kemi dashur me përmend emrin, se zakonisht kur përmendet emri pa pas marrëveshje, pastaj na fillojnë spekulimet e fillojnë. Përndryshe, nëse nuk ka marrëveshje të tilla, atëherë nuk e bëjmë kvorumin. Nuk e bëni, e preme, është ekskluzive, nuk bëni kvorum. Kjo është marrëveshja edhe qëndrimi që ne kemi marrë në kryesi të PDK-s mbledhje po. Zoti Tota. Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk e parashën, nuk jep të drejtën kush çka e bën për president. E jep të drejtën, thotë mi pas si kas vjet, me pas citat. Vetë zoti Kurti, me pakon ashtu zoti Kurti është dorë me pas obligative me sit kandidatin. Përderisa nuk e përcakton kushtetuta, ke mundësi për bisedim, për me fol, për me propozu. Normal si numrat në kuvend shpërfasin diçka tjetër. Zoti Tota, po thoni të që keni kandidat. Pse nuk besit në emrin e kandidatit? Sepse kërkojmë mas pari marrëveshje. Kërkojmë që zoti Kurti të pajtohet që presidenti i ardhshëm duhet jetë i propozuar nga PDK-ja. Në momentin kur ai e pranon këtë, na e qesim emrin, mi po jo emrin e kandidatit, po emrin e presidentit. Për shkak se nuk është kjo negociat, kjo është marrëveshje e cila duhet të arrihet ose nuk do të arrihet. Për këtë arsye na se duhet me qenë kandidati i PDK-s? Pa duhet me qenë kandidati i PDK-s për shkak se na kemi tash një koncentrim pushtetit, e kemi zotin Kurti, një kryeminist të plotfuqishëm, po ashtu lëvizja vetvendosje ka edhe kryetarin e parlamentit, edhe nëse ai e vendos edhe presidentin, atëherë po lëvizim drejt në sistemi totalitar, drejt në sistemi me premisa të diktaturës. Edhe unë konsideroj që na si popull, edhe si shtet i ri, nuk jemi të gatshëm më udhëheq veç për një partie. Neve na duhen koalicione, na duhen parti, na duhet pluralizëm, na duhen balance, na duhet mirë kuptim. Zoti Tota, po më thoni që ideja që është e presidentit, i ditë edhe detyrat që janë më shumë ceremoniale, po thoni që nuk ka të bëjë mbi fitore politika, subjektit politik, po ka të bëjë mbi demokracinë dhe rujtjes një vlerë demokratike të funksionimit të shtetit Kosovës dhe rrezik nga sistemi autoritar? Definitivisht po, për shkak se nëse pushteti koncentrohet të 3 postet më të rëndësishme shtetore, kryeministri, presidenti edhe kryetari i parlamentit, të një parti, atëherë nuk ka më pluralizëm politik.